problemi është, a duhet të qarkullojnë këta mjete, ku kategorizohen këta mjete, e para, ku kategorizohen si mjet dhe çfarë leje drejtimi duhet për drejtimin e këtij mjeti. Mjetet sipas kodit rrugor që gjenerojnë një shpejtësi më të madhe se 25 km/h, që në fakt e gjenerojnë këta mjete, deri në 50 km/h klasifikohen në ciklomotor. Për drejtimin e ciklomotorëve, drejtuese mjetet duhet të jenë të pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM. Në qoftë se këta mjete në maksimumin e tyre gjenerojnë shpejtësi më të madhe se 50 km/h, duhet që drejtuesi tyre të jetë i pajisur me leje drejtimi të kategorisë A1. Që kjo kategori mjeti drejton deri në 150 km/h. Pra, këta mjete detyrimisht duhet të jenë të pajisur me leje drejtimi ose të kategorisë AM ose të kategorisë A1. Pra, drejtuese mjeteve duhet të jenë njohës të rregullave të qarkullimit rrugor në rrugë. Gjë që në fakt në pjesën më të madhe nuk janë njohës të rregullave të qarkullimit rrugor. Jo vetëm që nuk janë njohës, por e vërteta është që kushdo që jep makinën së Tiranë di që ato që përdorin monopatina elektrike, skuter elektrik si quhen në Tiranë janë skuteret dhe tjetra. Qartë, monopatinat janë një problem shumë i madh për shkak se futen pas sinjal, ecin shpejt, nuk i respektojnë semaforët, nuk respektojnë radhën e kalimit të kryqëzime, nuk respektojnë shumë gjëra. Por ato nuk ka rëndësi. Ato thjesht pjesë dërmuese e tyre nuk janë njohës së rregullave të qarkullimit rrugor dhe të mos qenë njohës, ata bëhen burim i shtuar për aksidentin në rrugë. Dhe më pastaj logjikisht përgjegjësia kryesisht bie mbi ato që janë në drejtimin e mjetit, e hajde merru pastaj. Jo, nuk trajtohet kështu për mua ku është përgjegjësia. Përgjegjësia është atij që shkel rregullat, nuk është sepse ne sot ju e thatë pak më parë që një i mitur larg qoftë nëse ndodh diçka e tillë në Tiranë, pra ai nuk ka përgjegjësi ligjore. Përgjegjësia ligjore pastaj do të bjerë mbi ato që është në janë përgjegjësitë morale, janë përgjegjësitë civile, nuk është thjesht u dënua ose dënua një njeri, domethënë përgjegjësia penale. Ne flasim për gjithë jetën. Nëse do flasim për sigurinë rrugore, do flasim për të gjithë përdoruesit e rrugës. Dhe përdoruesit e rrugës janë drejtuesit e mjeteve që nuk janë mjete motorike, drejtuesit e mjeteve motorike, janë këmbësorët, janë të gjithë